Sa kemi Se besoj që ka ardhur koha më fut pak në analizë. Po, sot e kemi rastin pikërisht për këtë ndeshje duke marrë parasysh që nuk ka ndeshje. Kështu të nërë më mirë po duhet kështu. Ma mirë po duket, po ashtu ke ma mirë, se ke fusha me kështu... Kthej ato të parën. Kthej të parën. Okej, tash Besi e rregullan. Qa du me thonë, kjo katërshja lëviz shfrytëzon shumë hapësinat. Kjo katërshja Barcola, Mbappe, Olise, Dembele, për shembull, pavarësisht se kush po lun këtu. Edhe kur po bëhen zavendësimet. Këta shumë lëvizin, dalin pi pozicioneve. Ndihmojnë dhe mes fushës. Dalin shumë pi pozicioneve, që është e pamundun me lujt, është e pamundun me marku. Mbappe del ka njerë këtu e merr topin, do me thonë është e pamundun. Këta dy mbrojtësat janë shumë përpara. Franca i runë ekuilibrat vetëm me 2 qendërmbrojtësa, 2 lojtarë para mbrojtjes. Do me thonë i ka 4 lojtarë, 8-4 janë shpejt. Saliba i shpejt, Upamecano i shpejt, Kone apo ai ky Real Madridit që lunte Tchouameni, apo kupton Rabiot. Këta janë edhe o shumë problem ekipi kundërshtar me i kap këta në tranzicion. Sepse janë shumë në ekuilibër si skuadër, edhe kur sulmojnë, gjithmonë mesin e fushës e mojnë 4 lojtarë, janë këto, këta 2 luftojnë për topat dëbun, me njerë ndërprejnë aksionin, po kanë shumë problem ekipet edhe me dalë. Këta pe bojnë presingun mirë, One nuk e di për shembull, ti shakon pezojmë one treneri i Francës. Okej. Në ndeshje të forta, Mbappen e kisha qitë këtu ku lun mas mirë. Në këtë pozicion. Si sulmu si djathë? Si sulmu si djathë, mu fut edhe mrena. Dembelen e kisha qitë sulmus. Sepse pe bën presingun shumë mirë. E Olisen menin e vetë. Edhe kjo i shkon fantastike. Barkolës ja kisha bo na falë. Edhe kisha lujt në ndeshje të forta është fjala. Kisha lujt me 3 mes fushor, po 8-3 që kanë tipare defanzive shkatruse, sepse këta nuk pe kanë problem. Nuk i vim Francës fantazist me futën koridore, se këta të fort një me një. Ti jepi Olise stopin kom, kjo pe bët diferencë një me një. Mbappe pa ashtu. Nuk ka nevoj shumë e pas fantazista në loj, gjëse se Olise pi fut topat shumë të mirë. Por, ndoshta kë kundër skuadrave të forta, kish pas me qenë formacion ma i mirë. Me bo ma interaktive, ma dinamike. Hajde, prof. Hajde, unë në gjuda po ulmi. Jo. Pak, po përshojnë. Barcola.